Mirdita, data gjithmonë 13 qershor 2025, jam gjithmonë në Tiranë, është video dytë që po bëj në Facebook, të cilën natyrisht do ta kaloj në YouTube. Në YouTube do ta vazhdoj bisedën aty ku e lash, për arsye se ishte një lokal që s'ishin kushtet shumë përshtatshme. Tani kam bërë sa takime me njerëz të ndryshëm të Tiranë, që janë në Romë, edhe kemi arritur në një vendim, njerëz të tjera, me fjala, absolutisht nuk përjashtojmë askënd, as kinezët dikur faktikisht, kur punonim. Kjo sepse, me thënë të drejtën, më shkakton një plagë të rëndë, ju them sinqerisht, pse unë kam shkatkuar një lloj antipatie ndaj shqiptarëve, ju dini, publike, por jo për faktin sepse nuk dua shqiptarët, për faktin se shqiptarët janë mbytur më shumë në këtë propagandën ekstremiste, nacionaliste, të shenjave të gishtës, të gishtave të shqiponjës, e kujtun të këtij kosovarizimit, nga i cili duhet çlirohen. Kur them kosovarizimi si ideologji, duhet çlirohen shqiptarët e Shqipërisë, nuk diskutohet dhe dal ngadalë për arrijnë, sepse për herë të parë shoh për shembull që me këto paljaçatet, me këto cirqet që përpiqen të bëjnë me UÇK-n në Tiranë nuk e arritën dot, bën atë cirkun e Shkurtefejzës me këngën për Adem Jasharin, me fjalë telefonat WhatsApp, edhe një telefonat WhatsApp nga Roma që më bëri pyetje, më tha çfarë mendon për sulmin e Izraelit dhe Iranit, edhe pa i marrë videon aty ku mbetëm. Pra, këto cirqe, këto paljaçatet e këngës Shkurtefezës, një këngëtare e cila nuk është as këngëtare për mendimin tim, ai sa merr vesh nga muzika, dhe thon shumë këngëtar profesionistë, janë nuk ose ditë këndoj kush e di, por një manipulim që u bën masave përmjet kësaj këngë për t'i mbajtur në atë tensionin e luftës, të gjakderdhjes, ku shqiptarët, unë besoj që nuk kanë nevojë më të derdhin gjak, se kanë derdhur shumë gjak. Dhe kanë derdhur shumë gjak, dhe në vend që të fitojnë, kanë humbur. Ky është problemi që shtroj unë në gjithë videot e mia. Por ka një ndryshim, dhe këta tani bëjnë presion nëpërmjet këtyre leckave të UÇK-s, se ato janë simbole, janë lecka në vërtet ku shkruajnë UÇK-n se cili bën atë mënyrën e tij. Dhe kërkon ta vëjë ku të mundi. Ne jemi shtet tjetër. Dhe këtë po e thon shumë shqiptarë, ne jemi shteti i Shqipërisë. Ne nuk jemi shteti i Kosovës. Janë dy shtete të ndara. Secili do mbrojë interesat e shtetit tij në këto raste. Nuk kam, domethënë unë jam në shtetin kosovar, po vit ndihmoj shqiptarët. Kush ta kërkoi këtë ndihmë? Domethënë këtu ka rregulla. Secili në shtëpinë e tij vendos rregullat vet. Për herë të parë qeveria shqiptare me Edi Ramën bëri veprime të mira, që nuk i lejoi këto ekstremistët në ndeshjen e fundit Shqipëri-Serbi që të transformojnë ndeshjen në një arenë lufte, siç e bën Beograd 11 vite përpara. Pra, një kisha fjalën që ky është hapi i parë që duhet të pësojnë shqiptarët. Shqiptarët duhet të kenë atë sensin e integrimit në Europë dhe kudo ku janë. Nuk po them të mos e ruajmë kulturën tonë, zakonet tonë, aty ruajmë dhe zhvillojmë, jam shumë dakord, por jo që të bëhemi sklever të kulturave tona gjoja që na imponojnë, që nuk janë kulturat tona, por që na thonë sikur është ajo historia jonë, apo sikur janë ato traditat tona, dhe të bëhemi sklever të asaj për të mos u integruar në vendet ku jemi, në Itali, apo në Franca, Gjermani, etj, i Amerikë, kudo ku jemi. Integrimi është integrim social, integrim socio-kulturor, me fjalë social, kulturor, jo thjesht integrim lingvistik i gjuhës, që pa mësove gjuhën të je integruar, jo, dhe një integrim politik në një farë mënyrë, që ti jesh aktiv në vendin tënd, të kesh guxim të shprehësh opinionet e tua, mendimet e tua, në të mirën e gjithë njerëzve. Edhe pse këto opinione njerë mund të jenë ndonjëherë në kundërshtim me të gjithë masën. Madje aty
një opinion që shprehet kundër të gjithëve, ai opinion ka shumë më tepër vlerë sepse ai zhvillon shoqërinë, siç është edhe në rastet që unë videot që unë bëj. Tani, pra, biseduam sot dhe ju kërkoj njerëzve shqiptarëve, gjithë italianë, ata shqiptarë që kanë vite që nuk i marrin dot shtetësitë, në shtetësinë pa pasaportë italiane, të cilët unë për vete kam vuajtur shumë kohë. Kam vuajtur sepse kam qenë me informacion të klasifikuar nga qeveria italiane, e cila u deklasifikua në 2023-shin, pra unë bajt 19 vjetë, nga 2023-shin, me fel 2024, kur ka qenë jam shtetës italian, dhe e konsideroj pasaportën që kam marrë që të bëhet, si të është një mundësi, që të merren edhe pasaportat për të tjerët. Pra, më përpara nuk mund ta zhvilloja dot këtë luftë, sepse në fundit unë isha i përjashtuar nga kjo. Edhe natyrisht gjithë do të thoshin që ti nuk ke arritur të zgjidhësh dot problemin tënd, do zgjidhësh problemin e tjerëve. Dhe natyrisht nuk do kisha dhe entuziazmin, përdesa ishte një drejt që mua më takonte, më ishte mohuar, ku unë një farë mënyrë pastaj shoh fajtor dhe njerëzit, të cilët në momentin kur jam goditur nuk më kam përkrahur aq sa duhet, është normale që ky entuziazmi pastaj për të punuar, për të luftuar për tjerët, bie. Unë kam 2 vjet që e them këtë gjë, edhe në shtator do ta bëj realitet. Do ta bëj realitet sepse ju them sinqerisht, unë në Rom nuk dal aq shumë si përpara tani, por shqiptarët punojnë kudo. Punojnë nëpër kantierë ndërtimi, si veçanërisht gjithandaj me fel në Itali, në Rom, i shef nga një kantier te tjetri, ku do shef shqiptarë që lënë, që si thuaj derdhin djerës, ka dhe aksidente në punë që ndodhin shpesh, të cilat shumë herë fshifen si aksidente në punë, gjëra kur janë aksidente në rrugë, e tjerë, këto janë probleme tjera. Pra, unë thash, kam shprehur një farë antipatie për njerëzit, në përgjithësi për gjithë totalisht. Sepse kam pasur situata të vështira. Majmuni bëhet mbret, thot Ledioni, ka marrë fund, kur s'ka drejtësi, majmuni bëhet mbret. Është, ka drejt Ledion përshëndetje. Edhe e kam fjalën këtu, pra. Domethënë, unë kam qenë i sulmuar, kam patur shumë probleme dhe të mia personale vitet e fundit. Edhe shumë vërtet, që nga momenti i mohimit të shtetësisë me motivin sigurun isha rrezik për rendin publik etj. Dhe pastaj histori mbas historish më kanë shkaktuar jo që të kem rënë në kuptimin asnjëherë kur depresion, por më kanë shkaktuar një lloj, më kanë shkaktuar probleme me fjalë që të luftoj për hallet e mia, si thuaj në kuptimin e këtyre problemeve të vështira që janë krijuar. Dhe fakti që në këto probleme nuk e kam patur solidaritetin nga shqiptarët në Itali, jo në atë shkallë që ju kam dhënë unë solidaritet njerëzve, sepse në atë shkallë nuk e arrin dot askush, por një solidaritet minimal, domethënë qoftë edhe me një fjalë, qoftë edhe me një inkurajim, kur sulmohesh apo kur ndodh një ngjarje e rëndë për masave që më të mëdha se sa ato të zakonshme, kjo ka munguar. Kjo tani mungon për shumë arsye në vërtet, unë nuk du t'i hyj kësaj, megjithatë nuk më intereson shumë kjo. Sepse në fundit këto janë prova që bëhen nga njerëzve që duhen luftojnë. Unë ndihem akoma mirë me shnet, nuk kam problem. Mendoni moshën 65 vjeç, kam mbushur 64, jam duke dhënë mësim lëndën më të vështirë fizikës, mekanikën kuantike në një universitet online në Itali. Dhe që, domethënë, po jap të mos besuar ajo punë në këtë moshën 64 vjeç, që kush ka studiu fizik e di me fjalë flitet për një disiplinë të avancuar, me fjalë mjaft komplikuar. Edhe natyrisht i kam hyrë, nuk diskutohet që do ta çoj deri në fund, edhe ka disa muaj që po punoj me këtë. Edhe pra, ajo që ju them sinqerisht që nuk i shoh dot to shqiptarët në
në Rom isha më shumë, që unë kam shprehur antipati, nuk diskutohet. Ma antipatia ime është politike, nuk është antipati personale. Është sepse unë do të doja që këta njerëz, edhe unë do doja që të mendonin një shikafësisht si shmendoj unë. Ky është problemi. E kam mirë apo e kam keq unë, këtë nuk e di. Por do të thënë unë dëshiroj që njerëzit, jo t'ja u imponoj, po dëshiroj që atë mënyra si mendoj unë, të mendojnë edhe të tjerët. Dhe sido që tjetë, mendoj që mënyra ime të menduarit konkretisht ka dhënë suksese, ka dhënë rezultate në kuptimin e luftës që të përbashkët që kemi bërë me njerëzit e tjerë. Kemi arritur të nxjerrim njerëz nga burgu, njerëz pafajshëm, me pajisur me dokumenta, njerëz që domethënë ishin vështirësi të mëdha që shteti italian jo mohonte dhe ne i kemi bërë realitet. E tjera se e din njerëzit që kanë qenë konkret në këtë luftë, tani ne jemi akoma kemi forcat. Dhe thash, shoh shqiptarë në Rom që më shohin në një bar edhe me vrap paguajnë birrat, paguajnë kafen, njerëz të cilët natyrisht kanë qenë me mua vite e vite të tëra. Edhe domethënë që jo vetëm me ruaj respektin, jo them sinqerisht, këtu ndjem unë fajtor ndofta. Këtu domethënë them që më shumë është fajim që sulmoj njerëzit, sepse njerëzit mua ndofta nuk më kanë sulmuar. Do të jam unë i pari që kam sulmuar, do të këtu është një gabim taktik i imi. Por domethënë është e tmerrshme që njerëz që kanë 20 vjet në për kantiere, duke punuar në mënyrën më të vështirë, në front në ato kushtet më të vështira, dhe nuk kanë arritur dot me fjalë të asigurojnë pasaportë italiane, pra shtetësinë italiane, për arsye të ndryshme, ndërkohë që të tjerë që i kanë ardhur mbrapa atyre në Itali, që kanë punuar shumë më pak se sa në Itali, ndoshta kanë bërë edhe gjëra që unë nuk i pranoj moralisht. Dhe i vjen dhe mburren që janë bërë shtetas italian, kanë marrë pasaportat ata, kanë marrë pasaportat fëmijët. Më thënë është i padrejtësi që unë me të vërtet me fjalë nuk jam dakord që pranohet kjo. Edhe do doja me fjalë që 3 kushte kam vënë për këtë që iniciativë që natyrisht do ta bëjmë me emrin e shoqatës Iliria gjithmonë, sepse ajo ka të vlerën e vet. 3 gjëra me fjalë. Do doja me fjalë natyrisht t'i siguroja nga njerëzit, natyrisht duke i verifikuar. Jo që të neve që të paraqisim, si thuaj, që paraqitemi sigurimi më të ndershëm se të tjerët, më të mirë se të tjerët, të bëjmë pastaj gabimet, ato gabime që ne i kritikojmë t'i bëjmë vetë neve. Në mënyrë absolute jo. Duhet që këta njerëz që do të më shkruajnë, që do të takohen me mua, tjerë që do mbien emrin e tyre, të jenë të paktën prej 10 vjetësh në Itali. Domethënë ai kushti 10 viteve rezidenca ishte i domosdoshëm. Jo rezidencë, të jenë efektivisht. Rezidenca me shkputje, pa shkputje, ato pastaj t'i rregullojmë. Sepse ndërprerjet e rezidencave, ato riempire il buco di residenza, thuhet, i kanë çarë të tjerë këto probleme, të tjerë kanë luftuar para nesh dhe mbi bazën e asaj lufte që kanë bërë ata ne do marrim diçka të gatshme. E rëndësishme është që qëndrimi 10 vjet në Itali të jetë efektiv, jo me gënjeshtra. Jo që të më vinë njerëzit dhe thonë Ladi, unë kam ardhur tani, po punë e madhe, bëjmë sikur kam qenë 10 vjet këtu, se kush do na kontrolloj, etj. Absolutisht unë këtë nuk e lejoj. Domethënë, nuk është problemi sa verifikon qeveria italiane, do verifikojmë ne vetë. Nuk ka punë qeveria italiane me këtë. Të punë do e zgjidhim vetë neve. Ky është problem i komunitetit. Pse? Sepse nuk është e drejtë, domethënë është një lloj disparitati trattamento, thuhet në italisht, që një person që ka vjedhur shtëpia, po themi, ka shfrytzuar femra prostituta në rrugë, është marrë me gjëra të rënda penale, ka bërë prodhunime fëmijësh, po themi, ka bërë prodhunime grash që ka bërë efektivisht dhe ai gjendet që unë di dhe emra, ta dini këtë gjë. Dhe t'jeni sigur që kur t'i them policisë italiane, kur t'ja shtroj këtë problem, do i them dëgjoj. Do t'ju bie unë emrat njerëzve që kanë kapur gra me zor, i kanë përdhunuar dhe janë shtetas italian.
do t'ju them unë, sepse unë këtë informacion e kam, ta dini këtë gjë, dhe e din shqiptarët në Romë që e kam unë këtë informacion, e kam sepse kam patur mira vetë mbrapa, edhe mos e marr vetë, vinë mi thonë vetë njerëzit. Kështu që ta dini që ata shqiptarë që janë mbështetës italian, në këtë mënyrë, nuk ose unë kërkoj heqjen e pasaportave atyre se kanë bërë kurrë këtë gjë. Por Ministrisë Brendshme italiane do ja shtoj si problem, do i thënë njerëzit të i trajtoni një lloj. Përdesa juve kanë njerëz në dorë që kanë pasaporta italiane, që nuk kanë punur si këta që punon kockat në rrugë, por përkundër kanë bërë të gjëra të këqija. Dhe këta ju mburren këtyre që kanë kockat, unë du që këta njerëz të përbuzur, që janë punëtor dhe përbuzen sepse nuk janë ata njerëzit e suksesshëm kur vijnë këta ministra, këta kryeministra, apo dhe të opozitës gjithë me këta politikanë që flasin për njerëzit e suksesshëm, për Kledi Kavdiun, për Iglitaren e tjera, domethënë flasin për këta lloj qytetarësh me pasaporta italiane. Jo, unë nuk merrem me ata. Domethënë për mua punëtori i ndërtimit duhet ta marrë pasaportën përpara Kledi Kavdiut që kërcen aty. E përpara gjoja këtyre gazetarëve e kujun. Domethënë ky është mënyra se si e shtroj unë problemin. Dhe këtë duhet të jemi sa më të ndershëm në këtë pikë. Në kuptimin që të mbledhim gjithë informacionin tonë, ashtu siç kemi qenë dikur, ata njerëz që kemi ndihmuar në fundit. Të rikthehen përsëri, më kontaktojnë dhe kushti i parë pra 10 vjetëshi i qëndrimit në Itali. Tjetë rezidenca, dhe pse është shkputur, punë e madhe, po të kem patur një herë rezidencë. Dhe të jetë qëndrimi në Itali 10 vjet i real. Domethënë mua duhet më thonë në një farë mënyrë ku kam punuar, çfarë kam bërë, çfarë s'kam bërë, emrat e adresat, se ku ata disa adresa ku ata kanë punuar, nëse i mbajnë mend, i kujtojnë, ku janë rrëzuar nga pontegjet, që janë aksidentuar, kanë vajtur në spitale, etj. Këtë informacion do ta grumbullojmë se s'bën. Se ky është kryesorja e para. E dyta, kushti i dytë, të mos kenë probleme penale të rënda. Nuk flas për probleme penale se ka dhe abuzime sa duash. Njerëz shqiptarë që kanë bërë burgje, por që i kanë bërë burgje duke qenë pafajshëm, dhe unë këtë e di, sepse unë e njoh situatën, e di me se sa është abuzuar. Por domethënë njerëz të cilët kanë dënime të rënda, që kalojnë mbi 3 vjet, për ato akuzat penale të rënda, siç janë shfrytëzimi i fëmijëve, po themi, siç është prostitucioni, shfrytëzimi i prostitucionit, nëse vërtet është rrallë, sepse ka patur raste, dhe që s'ka qenë i vërtet, dhe një rast e kam demonstruar, jo një, po kam demonstruar disa raste në Roma. Kam 3 raste kam demonstruar në Romën që kanë qenë të akuzuar për prostitucion, por s'ka qenë i vërtet. Dhe i kam shpëtuar njerëzit. Kështu që nuk po marrim këto, po marrim ato batakshim, po i thuam, që të hynë listat tona nuk është drejt. Që të hyjë ai dhe të na përdori neve një njerëz që është marrë me këto gjëra, që ka shfrytzuar femrat, në mënyrë absolute jo. Njerëz që janë marrë me vjedhje shtëpiash, absolutisht jo. Domethënë janë disa nga këto kategori të tilla që të mos i lejojmë me fjalë. Për sa i përket pastaj të ardhurave, dhe e fundit fare, njerëz që kanë ngrënë te Caritasi gjithkohën jo. Njerëz që kanë ardhur në Itali, që kanë ndetur rrugëve, që s'kan punuar fare, po kanë ndetur me mosha, jo të marr këtu, jo të marr aty, absolutisht. Domethënë, ne duhet të ndihmojmë pjesën punëtore. Ajo pjesë që kanë ndërtuar Italinë, kanë bërë ndërtime, kanë ndërtuar rrugët njerëzit, kanë sakrifikuar, ka shumë njerëz që kanë qenë viktima në punë. Pra që po ushtru problemi në këtë mënyrë e arrim. Ky është dinjiteti që luftosh për këta njerëz, për kategori njerëzish që janë 80-90% e shqiptarëve janë të tillë. S'ka pse të hymë te 15%, 10%, 5%. Atëherë do të ndihmoj kush tjetër në tjetër. Për sa i përket pastaj demonstrimit të ardhurave,
që kërkohet në Itali 8.500 euro aftësisht në vit për të mos qenë në ngarkim të sistemit shëndetësor italian, shëndetësor nacional italian, atë mos e vrisni mendjen. Ajo është diskrecionale. Nuk është kriter i domosdoshëm. Atë nuk ka probleme. E rëndësishme është që personat të kenë punuar. Dhe me thënë, mos kenë ngelur rrugës, mos kenë ndetur rrugëve, duke lypur, duke ngrënë në përmendësat e bamirësisë, ato absolutisht jo. Edhe të mos kemë bërë vepra të ndë penale. Pastaj ke punë nxezë në Itali nuk është pikën tuajt. Ajo ka qenë, nuk është faj i emigrantëve. Kështu që vetëm të jemi ta dimë që kjo kategori njerëzish ka punuar, të bindemi ne vetë me njëri tjetrin, që ne pastaj të bindim atë zyrën e libertà e cittadinanze me fjalë Ministrisë Brendshme italiane. Domethënë, pas e do kërkojmë takime natyrisht me prefektin e Romës, se kujdes që kemi bërë gjithmonë, më përpara që të gjejmë një zgjidhje si thosh politike për këtë, sepse nuk është e drejtë, që ka njerëz nga 30 vjet dhe vazhdojnë e punojnë sot edhe gjenden pa një të drejtë që të tjerët e kanë marrë pa këtë. Domethënë, unë si datë Kosovë do përdor shumë atë kriterin di disparitati tratamento. E kam përdorur gjithmonë atëherë. Domethënë kam thënë jo, ligjin nuk ka diskriminim. Domethënë ky është diskriminim tani që disa kalojnë përpara, të tjerët ngelen mbrapa. Domethënë duhet të ekuilibrojmë këtë diskriminim pra që njerëzit të trajtohen një lloj që gjithë, pra të mos lejohet disparitat di tratamento, me që njerëzit që janë ata që kanë kontribuar më pak, ata dalin se janë furba, po themi dalin më shpejt përpara. Apo të tjerë që kanë bërë vepra të rënda penale, ata i gjen të mburren një punëtori që ka lënë kockat në ndërtim. Pra unë jam për punëtorët, ju e di mirë njerëzit, nuk jam për padronët. Jam realisht për punëtorin. Për këtë dhe urrehen më shumë, e sulmojnë më shumë jo antishqiptare etj. Kjo është ai lajmërimi që ju lutem shkruani privat ose telefonin tim e kemi, pimi kafe, diskutojmë, formojmë një forcë dhe ta fillojmë nga shtatori këtë punë dhe të vëmë një kohë rekord për ta zgjidhur. Varet nga neve, nuk varet shumë nga qeveria italiane. Varet nga ne. Nga qeveria italiane varet vetëm ligji. Ligji është ligji, pastaj duhet interpretimi i ligjit. Interpretimi i ligjit do bëhet favorin e njerëzve që punojnë. Pikë. Favorin e njerëzve që sakrifikojnë, favorin e njerëzve që kanë ndërtuar Italinë. Për gjuhën italiane, shqiptarët nuk kanë shumë probleme, në përgjithësi gjithë e dinë, se edhe ai është kriter gjuha, kështu që nuk është problem. Dhe këtë desha të them. Tani për të kaluar dy fjalë tek Kosova, meqense e fillova dhe këtu është ajo ku unë sulmoj më shumë antishqiptar, grek, serb, kujtun etj. Jo. Kosovarët duhet kuptojnë një gjë. Kosovarët parë dhe shqiptarët poshtë. Lufta e Kosovës, që është bërë 1999, duhet na japi një përgjigje neve si punë ime, dhe si punë disa të tjerëve që kanë filluar ta mendojnë si punë ime. Kush është e vërteta e luftës së Kosovës? Sepse unë nuk e pranoj që kosovarët të festojnë shlirimin e tyre me NATO-n. Nuk arrit dot unë. Në atë kohë e pranoja, sepse ishte propaganda dhe unë isha pjesë e nënshtruar në atë propagandën. Dal nga dalë, unë personalisht jam shkëputur ka vite nga kjo, dhe them, jo, sepse NATO është një organizat e kryqëtare, si kryqëzatat e dikushme, që ti tani të dalësh në një territor dhe të ulërish aty duke puthur duart e ushtarëve, amerikana, apo europiana, kujtun norvegjeze, e suedeze, çfarë janë ata, dhe të mashesish të si për liri të Kosovës, jo, unë se pranoj. Nuk e pranoj sepse ti po mbështetesh tek një forcë e cila, siç është NATO-ja, e cila dikur ka lindur për qëllime defensive, për qëllime mbrojtëse, por që u shndrua në një instrument i cili po na çon drejt luftës së tretë botërore, pra drejt luftës bërthamore. Nuk ka ndodhur, nuk ka një rast në planet që një popull i varfër, siç janë kosovarët apo shqiptarët, të bashkohet me NATO-n. Nuk ekziston një që ta konsiderojnë NATO-n si çlirimtare në vendin e vet. Atë pse
neve duhet ulemi deri në. Pastaj qenë janë antar i NATO-s e kujtën e tjera, ato janë gabime që i ka bërë Sali Berisha, po themi, me imponim natyrisht nga jashtë, ato janë gjë tjetër. Por domethënë që ti të përdorish bombat e NATO-s kundër serbëve ose kundër shtetit të tënd, sepse Jugoslavia nuk ishte shteti i Serbisë, ishte shteti i kosovarëve. Keni parasysh ato pritje që bëjnë kosovarët Titos. Domethënë kosovarët duhet ta mbronin shtetin e tyre. Shteti i tyre ishte Jugoslavia, nuk ishte Shqipëria. Duhet ta mbronin që të mos ndodhin ato që ndodhin në Jugosllavi, jo të kundërviheshin me grupe terroriste. Mbasi të zgjidheshin ato problemet e brendshme me rrugë të ndryshme, paqësore etj, mund të kërkosh shkputje, mund të kërkosh bësh shtete të mëdha, shtete të vogla, ato janë procese pastaj që do të respektosh një lloj ligjësie. Dhe problemi kryesor i kosovarëve veçanërisht është të shkëputen nga mashtrimi i legjendës së Adem Jasharit. Nëse nuk shkëputen nga ky mashtrim, domethënë ta zvendësojnë legjendën e Adem Jasharit, ta zvendësojnë me kërkesën për vërtetësi të ngjarjes së marsit 1998-s. Nuk ka tani po bëjmë legjendën e vet direkt. Sepse kjo fjala legjendë përdoret edhe për Sali Berishën ndonjëherë, legjenda, lideri historik. Këto janë demagogjit, intrigat që këta ndërtojnë, nuk ka lider historik e legjenda i gjallë, legjenda, të shkuptim legjenda. Domethënë, ti po thua që ajo që ndodhi në marsin 98-s ishe një legjendë. Jo. Nuk kanë kaluar një 1000 vjet që të ndërtojsh legjendat. Legjenda ndërtoj kur të ikin ja 5-6 brezat paktën. Jo legjenda kur janë njerëz të gjallë akoma. Aty do të thuash vërtetësinë e ngjarjes. Nuk jam unë fare dakord që marsi 98-s të përdoret për Adem Jasharin. Në asnjë mënyrë fare. Që aty u vra komandanti legjendar Adem Jashari. Jo, aty u vran fëmijët. E para. U vran fëmijët 19, fëmija më tepër nuk e di, por 19 janë mosha shumë e vogël. Janë gati 20 fëmijë, të cilët nuk kuptonin akoma, nuk e dinin çfarë po ndodhte. Janë mosha poshtë 5 vjetëve. 5, 4, 3 vjet. Këto përrallat që ky fëmijë u bë dëshmor për bëj, është normale se u vra. Se që ti je dëshmor, nuk është dëshmori, nuk është hero. Nuk është akt heroik biesh dëshmor, se dëshmorët bien në front, ku i çon me zor ti aty në luftë, siç i shon Zelenski aty, i çon me zor ata ushtarët ata s'duan do të shkojnë. Pastaj ata vriten dhe i quhen dëshmor. Nuk është normale është dëshmor. Dëshmori edhe kur të bie një bombë, kur je në hallin tënd dhe të bombardojnë, u vrave aty e përsëri dëshmor, ti s'po merr pjesë direkt në luftë, por ai dëshmor është edhe kur bie në smundje gjatë luftës, një epidemi dhe ti vdes për shkak të smundjes, për shkak të mungesës ujit, mungesës ushqimit. Janë gjithë këto kategori të dëshmorëve. Është e qartë që ata në Plegaz janë dëshmorë dhe të gjithë tjerët që kanë vdekur gjatë luftës në Kosovë, gjithë viktimat janë dëshmorë, sepse janë të rënë në luftë, të e dim. Por në kuptimin e aktit heroik gjoja, këtë kosovarët duhet çlirohen nga kjo intrigë, nga ky mashtrim, ndaj i vënë ato bezet, këto leckat UÇK-s këta. Sepse këta e kanë kuptuar tani. Këtu është kuptuar se flet Plat Kosturi, flet një tjetër, dhe po të vini rek ta thonë ku është policia që na kapi neve, na vuzi për burgje. Nuk zgjidhet kjo gjë me burgje, e kanë të kotë. Sepse po të shihni komentet tani në Facebook për shembull, nuk janë më si dikur që fliste Plat Kostur dhe ishin gjithë pastaj ta vrasin Plat Kosturin. Tani janë gjysmë për gjysmë. Lexojini komentet. Sa shqiptarë thonë na çat kokën juve me këtë luftë. Jemi në paqe labor me luftën, se jemi vrarë, nuk du të vritemi me. I kemi një dorën, serbëve, popullit serbëve, kujtun. Keni qenë bashkë me ta, jeni pra bashkë, kush është problemi? Se cili shpinë e tia, du më paqen e nuk du më luftë. Shumë njerëz e thonë. Ose thonë, ju jeni në shtetin, andej zgjidhni vetë hallet e tua, shpun kemi neve me juve. Do rrim ne të vritemi për juve. Për çfarë do vritemi? Pse ja vlen të vritesh? Do të bëm pyetje, dakord u vrava, ja vlen, sepse u vran njerëzit, çfarë fituan? Se u vran. Nuk fitohet gjë në luftën e kryqëzatave, në luftën imperialiste, këto janë lufta kryqëzatash.
Pra nuk është vërtet, po sakrifikojmë edhe po u vranë, ku diun, unë jam kundër sakrificës, që të vritet njëri që të jetoj tjetër. Kjo është egoizëm. Nuk ka pse të vriten tani, do vriten aty 60 veta të Prekazit, se do jetoj Albin Kurti, pastaj të pasurohet Albin Kurti, që të mbaj intrigat Albin Kurti e Vjosa Osmani dhe ajo Albunela Haxhia çfarë është, që ata të vrasin serbët anë në veri pastaj, të bëjmë Banjskën që është një 11 shtator për mua që kanë bërë në Kosovë, si një lloj 11 shtatori, dhe ajo Banjska është një 11 shtatori i Kosovës. Apo të fusin pastaj shqiptar apo serb apo s'ka rëndësi në përburgje në Kosovë gjithandej të pafajshëm që s'kan të bëjnë fare, po i fusin i rrasin në burg, duke organizuar gjithë propagandën, siç është rasti i Murselit, që ka humbur gruan e tij dhe po e ndajnë dhe nga fëmijët, që kuptohet qartë që s'është ai vrasi vërtet, por që duan të bëjnë gjithë, duan të mbulojnë me fjalë ato intrigat, pislloqet e tyre, dhe shkaqet e vërteta pse vriten njerëzit, apo grupin e Kaçanikut, aty djemve tjerë muslimanët që sa ndodh në një gjë thonë në prirje radikale, kujduan atje kapen mbas kësaj, nuk është shteti ky që deshën kosovarët, që deshi populli. Nuk është ky shteti që duam neve. Kjo është problemi. Nuk kemi punë me popullin, kemi punë, kuptim pse më kundërvjet mua, kur unë kërkoj drejtësi dhe s'më intereson fakti që është Serbia apo është Albin Kurti. Për mua është një lloj. Dhe unë uroj, shpresoj që Serbia ta vendosi drejtësinë në Kosovë. Sepse aty mund të vijë, se sido që tjetë Serbia ka një shumë më përpara në kuptimin e drejtësisë. Dhe mundet që influenca e Serbisë të sillë drejtësinë në Kosovë. Për ngjarjen e Prekazit, pse s'na i bëjnë këta publike neve atë dokumentat që ka Serbia, të na i bëjnë publike, të përkthejnë në shqip, për Prekazin 7, 5, 6, 7 marsi 98, ora kaq ndodhi kjo. Atë që siç i ka shkruar Serbia. Ka mashtruar Serbia, po s'ka mashtruar, atje i shohim neve pas e vet. Secili gjykon me kokën e tij. Pse u dashur të arsyetoj me kokën e Albin Kurtit, që është bërë sigurisht një heroj e varrezash. Albin Kurti është një heroj e varrezash. Thjesht çdo ditë numëron varret e shqiptarëve që janë vrarë, dhe për të mbajtur pushtetin e tij, gjoja me fjalë qurra vitet, sikur i vin keq, po t'i vinte keq ti njeriu nuk vriste serba nga veriu pastaj. Sepse i njëjta gjë është si vrave shqiptar, si vrave serb, janë gjithmonë jetë njerëzish. Pra kjo është ajo që unë kam ngul gjithmonë dhe gjithmonë do kam ngul, dhe mos mendoj dikush që unë kam frikë të shpreh opinionet e mia, se nuk më intereson fare. Këta do t'japin përgjigjen. Si u vran 20 fëmijë në Prekaz të Drenicës, pra në Kosovë. 19 apo 20 apo më shumë, si u vran pleqt, si u vran gratë aty. Nuk du heroizëm të Ademir Shajdu, s'më intereson fare. Nuk më intereson, sepse unë jetën e kam të parën, të dytën kam komandanti legjendar. Nuk merrem unë me legjendat. Merrem me vërtetësinë e fakteve. Legjendat e t'i bëjnë pas 500 vjetësh, siç kanë bërë këto legjendat e Skënderbeut. Kalojnë 500 vjet atëherë të merrem me legjendat, jo tani që janë gjallë njerëzit. Tani të shpjegojnë për 3 ditë si u vran ata fëmijë aty, pse nuk përkujtohet Prekazi për vrasjen e atyre fëmijëve, por më njëherë komandanti legjendar Ademir Shari. Në shkuptim që të mbulosh ti vrasjet e fëmijëve dhe të më nxjerrësh legjendën si prioritare, që legjendat bëhet maska për të mbuluar krimet, sepse kështu shpjegohet. Pra nuk ndërtohet një shtet i të drejtës mbi mashtrime e mbi lapidare vetëm, e mbi varreza. Të hapim sa më shumë varreza dhe ashtu të mbajmë pastaj mafjen që drejton shtetin e Kosovës. Se nuk kam parë kosovarët në një progres kush e di që në mbas luftës. Mos mendoni populli kosovar. Nuk është se populli kosovar jeton siç thon këta, jetojnë më mirë në Kosovë se në Shqipëri. Nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Populli 80% e tjerë nuk arrin dot të mbijetojnë në Kosovë. Janë detyruar të ikin, një lloj si në Shqipëri. Pra kush është fitoria e madhe që këta po na festojnë lirinë, këta lirinë për veten e tyre. Po festojnë lirinë e tyre, po jo lirinë tonë, jo lirinë e njerëzve. Nuk kam dëgjuar me jo serbi. Ora unë do të dëgjoj dhe serbin çfarë thotë, sepse duhet vërtetën.
Pse mos e dëgjoj çfarë thotë serbi? Kështu siç flet ti, flasin serbët. Janë 6 miliona ata se janë. Po mirë, janë 6 milion njerëz, u bëra dhe unë u bëm 6 milion i një. Ku ka problem? Çfarë problemi ka? Kështu flasin serbët, flasin grekët. Që nga keq ti dëgjosh serbët dhe grekët? Po flasin dhe italianët, mos harroni. Më dëgjoj flasin shumë italian. Shumë, aq shumë se keni ide. Se po mos flisin italian. Këta na kishin bërë në gjë të keqe neve. Por na bëjnë dot sepse si puna ime flasin shumë italian dhe e din. Çfarë është ndaluar tani të thuash që Ademir Shari nuk është komandant legjendar, që ka shkelje pedale kjo? Po mohon simbolet, si simbole? Ai është i shtet tjetër. Mos si shtetas shqiptar më intereson fare. Një lloj si të flas për Macronin, flas për këtë, një lloj për mua dhe pjesë e këtyre. Shumë intereson mua. Unë jam shteti shqiptar, nuk jam shteti kosovar. Shteti kosovar është një shtet fantazëm ja pa punës. Se është i panjohur. Është i panjohur jo nga gjysma e botës, por nga më shumë se sa gjysma e botës përsa i përket popullsisë. Thjesht është njohur nga një pjesë që donin për interesa gjeopolitike për të luftuar kundër rusëve. Ajo tani nuk dihet se si do shkojë, dhe ne nuk e dim se ç'dejtim do marrim. Por domethënë, edhe një herë e them që kryesorja e kosovarëve është që të merren me sa pak legjenda dhe të merren me drejtsinë. Sepse legjendat po përdoren për të fshehur krimet. Ky është problemi. Duke dhënë ti përpara komandanti legjendar, etj, gjitha ose UÇK-ja, gjithta tani, që janë 17 herë më shumë njerëz se sa realisht kanë luftuar, po themi për UÇK-n, dhe pse unë luftën e UÇK-s nuk e quaj shumë të drejtë, po s'ka rëndësi. Pak në ata me mënyrën e tyre thonë kemi luftuar me drejt, okay. Po 17 herë më shumë janë të falsifikuar që s'janë të vërtetë. Dhe që do ngrejnë UÇK-n sepse ju intereson se kanë privilegje, janë 40 milion euro në vit që marrin këta njerëz. Nga djersa e kosovarëve të tjerë, e shqiptarëve të tjerë që rrinë, që shkojnë punojnë në Zvicër, Gjermani, kudo, kujtun atje. Nuk këto punët e simboleve po keq përdoren sot, po keq përdoren për ta varfruar më shumë popullin. Për t'ia hequr lirit popullit, për t'ia hequr drejtat popullit, për ta larguar nga Shqipëria. Ta nëpërmjet simboleve këta po na largojnë neve. Dhe ne që i kundërvijemi thonë janë anti-shqiptarë. Kjo më pse u dashka ne të bashkojmë patjetër nëpërmjet simboleve? Do të thonë simboli nuk të bashkon simboli. Simboli është një diçka me fjalë ku mbasi kur ti je bashkuar dhe për të njohur, është një lloj njohje që ne jemi një grup. Dhe çfarë bëjmë? Caktojmë një shenjë diku, një pemë, dhe themi jo, jemi grup, shifja të pemën ka këtë lartësi, ka këtë, ajo është pika jonë kur ne do grumbullohemi, ajo është shenja jonë që ta njohim njëri tjetrin. Jo të krijojmë shenjë njëherë pas e të bashkojmë njerëzit. Jo, bashkojmë njerëzit. Shenja është më mbrapa, shenja dhe mund ta ndryshojmë. To simbolet ndryshohen këta. Jo, kemi bërë simbolin shumë të bukur në tani, ngjyra kuqe me atë shenjën me shqiponjën aty, dhe meqenëse kjo është ngjyrë shumë e bukur dhe shumë ashtu, gjithë shqiptarët jemi ne të bashkuar pas kësaj. Jo. Do ta zgjidhim një simbol tjetër ne. Çfarë rëndësi ka? Nuk është ai je kundër simboleve. Çfarë simboli? Keni parasysh tabelën e elementeve kimik, simbolit të elementeve? Al ka shkruar aluminin, ka shkruar Al. Hekur ka shkruar Fe, ferro. E kujtun, hidrogjeni, oksigjenit, janë simbole të cilat gjetur një mënyrë për t'i njohur neve. Por nuk është se je kundër simboleve, po mund t'jem edhe kundër simboleve, se në fund simbol është. Unë jam për mbajtjen. Nuk ka të dalin tani ata rrugatshët, edhe unë mos e marr dot flamurin tim, flamurin shqiptar, si thua me të shqiptar, nuk e marr dot sepse atë flamur e ka zënë ai që merret me që shfrytëzon femrat, ai që përdhunon femrat. Ai që vjedh shtëpiat e ka marrë ai tani atë flamur. Çfarë të bëj unë? Unë detyrimisht në mënyrë do jem kundër tani nga që ka zënë ai, nga që jam kundër ti, detyrimisht them nuk e dua edhe këtë simbol, sepse e shoh në durrët e tij. Domethënë ngelet pjesa që është sepse jo se ata janë bashkuar, ata i ka bashkuar dhuna. I ka bashkuar fakti
që i bashkon mafia me fjalë, i bashkojnë e interesi ngushtë i vogël i tyre dhe na e shesin për interes kombëtar. Ata nuk kanë interes kombëtar. Kombin e do ai që do njëri tjetrin. Ai është që ruan, që ka vërtet ndjenja kombëtare. Ai që e shef shqiptarin në vështirësi, që s'ka bukë ose ka një hall, ka një problem, e keq trajtojnë, i kanë vënë hekurat, jo të thotë mira kanë bërë që kanë vënë hekurat. Qysh, përkundazi të shkoj të kërkoj shpjegime, pse keni arrestuar, çfarë ka bërë ky njeri, nuk është e vërtet. Jo, njerëzit kënaqen kur të pafajshëm futen për burgje dhe thonë jemi neve dhe bëjnë shenjë dhe gishta ku jeti, çfarë kombëtari jeti, çfarë patrioti jeti. Patriot që i gëzohesh pse tu fut vllai në burg, të fut motra në burg, që të dergjen aty të kalojnë gjithë jetën aty dhe kënaqi se mira bëri, koka e bëri ditë ky patriot, ta kshu janë këta. Gjithë kjo kategori e këtyre UÇK-istëve, që kapin këto flamuje, bëjnë ato, gjithë kjo pjesa që është ekstremiste, egzageruar të Kreshnik Spahiut, Marin Memës, kujtu të tyre, këta janë të kësaj kategorie. Kam njohur mirë, unë i kam njohur në Rom këta njerëz. Këta nuk kanë qenë bashkë me neve. Kur ne kemi bllokuar rrugët e Romës për drejtat e emigrantëve, të cilët kanë fituar, këta kanë qenë gjithmonë kundër nesh. Këta kur ne çliruam nga burgu, shqiptarin Reggio Emilia të Italisë, këta, pikërisht këta njerëz që bëjnë këto shenjë të gishtave, këta që dalin sikur janë patriot. Këta shkruajnë për gazeta, jepin intervistat dhe në televizion që ne nuk jemi dakord me shqiptarin e Vlorës, sepse ai na prish neve ato figurën tonë kombëtare shqiptare, domethënë sikur ai e ndot atë qenin shqiptar. Ai ishte viktim. Ai ishte i pafajshëm, këta nëpërmjet ndërhyrjes tyre ju betohem kanë vënë ndihmë aty në Reggio Emilia të Italisë, në Parma, gjithë këta rrugaçët nacionalistë, se për mua janë rrugaçët këta, që mbajnë flamujt shqiptar, ka rënë në dorën e rrugaçëve, nuk e kanë të ndershmit, mbajnë mend këtë. Në dorën e ekstremistëve të cilët nuk na duan, nuk është se e duan popullin ata. Ata bëjnë sikur. Ata e përbuzin. Ata nuk ulen dot në kafe me një punëtor ndërtimi. Mendoni se ulet Kreshnik Spahiu e Marin Mema, bëjnë sikur. Ata duan studio televizive, duan këta njerëz shik, duan Iglitaren, duan Loricandën, duan Dua Lipën, duan Rita Orën, nuk janë për popullin ata. Që të vend të shkojnë një kantier ndërtimi dhe të ulen edhe jo se janë të bërpis me çimento këta njerëz. Dhe këta tani punëtori shkon brapa këtyre. I kuptoni, ai është kundër punëtorit, këta shkojnë brapa punëtorit pastaj me atë manipulohet për këto shenjat, dhe thotë po ai është tamam thotë për neve, thonë. Pse se ka rrëzoi Sali Berishën. Pra, kjo ishte videoja për atë shirimin e gjojat, shirimin e Kosovës. Tani ne nuk e dim çfarë drejtimi do marrë Kosova, unë uroj, sepse edhe Shqipëria mund të ketë aktualisht deri 6.000 njerëz në përburgje, dhe janë shumë. 6.000 njerëz në përburgje, shumica janë të pafajshëm, po i sulmojnë shqiptarët gjithandej, duan me u marr parat në për vendet ku janë në Europë, kanë bërë një gjë natyrisht, po themi që s'është e lishme, ja u zmadhojnë, ja u bëjnë, këtu në Shqipëri i koordinojnë dhe me këto në Shqipëri, për t'ju marrë shtëpiat, për t'ju marrë pasuritë, kujtun e tjetër lloj gjë. Domethënë, po mbrojnë gjë këta nacionalistët, po i mbrojnë përkundazi nacionalist bashkojnë me këta. Nacionalistët, nacionalizmi shqiptar. Nuk është si nacionalizmi i vendeve tjera, se s'ka, domethënë, ose patriotizëm, si mund t'jesh ti nacionalist kur je i lidhur me kryqëzatat. Domethënë, çfarë nacionalisti kur ti mburon ndihmon, domethënë ti bashkohesh me pushtuesin dhe i quajnë veten nacionalist. Nacionalisti është kundër pushtuesit. Nuk ka nacionalist me pushtuesin, vetëm nacionalist shqiptar e quajnë veten nacionalist duke qenë me pushtuesit. Pushtuesi kush është? Ai është i huaj. Ai që të vinë ty me çizmen e ushtarit, të vinë tek aty dhe të dikton se çfarë duhet bësh. Thotë taksa do t'i vësh kaq, pensionet kaq, këto aq, do të fut hundët te qeverisja jote.
Ai është pushtuesi i huaj. Nuk është pushtuesi që vjen turist, erdhi një turist serb në Shqipëri dhe erdhën serbët. Ai erdhi turist me preparat. Bashkohen me pushtuesit më të këqinj që ka planeti, pra me globalistët, me këta që të vinë të marrin gjithçka Tony Blair, sa për të përmendur emrin. Këto Shark, general të NATO-s kryeniçar janë, vinë marrin naftën, marrin parat që bjem neve emigrantët. I marrin këta këtu. Këta bashkohen me këta dhe ne jemi nacionalistë, ne mbrojmë Shqipërinë se jemi lidhur me NATO-n. Po ti je lidhur me ata që po na grihin parat. Po na bëjnë të varfër. Erdhi turizmi. Po turizmi çai duhet Shqipërisë gjithë ky turizëm. Ore turizmin do ta zhvillosh në bazë të kapaciteteve që ke. Qofse kapacitetet e Shqipërisë janë të vogla, do biesh pak turist këtu. Mos bësh gjithë të reklam që të vinë më shumë njerëz se sa ti ke mundësitë për t'i pritur. Sepse kjo është absurde. Njerëzit duhet i kthejmë punës, jo turizmit. Duhet të zhvillohet industria, të zhvillohet bujqësia, të zhvillohet gjitha punët, jo të zhvillohet turizmi. Nuk jetohet vetëm me turizëm, të vinë tani t'ju japim fasule pilafneve njerëzve dhe që ne të zhvillohemi. Nuk mund ti të pranosh dy fishin e turistëve për themi në Tiranë, do mbytesh nga trafiku pasi, do krijohet smogu, do shkatërrohet ambienti, do sjellë shkatërrime, nuk sjell mirë. Por çfarë bëhet? Turizmi i duhet atij Carlo Bolinës, këtia gazetarit italian, që ka zënë këtë report të vënë, që me paturpësi më të madhe, vurin në gazetën e tij një fotografi të një punëtori, se unë e njoh me emër e mbi emër atë punëtor, me emër e mbi emër, punëtori i cili, domethënë nuk e mban mend sa shtëpia mund të ketë lyer në Romë. Nuk e mban mend, ai për respektin tim i dhash një letër, as nuk e lexoi fare ky punëtor. Aty është shkruar jo 41 bisit, në kuptimin jo torturave në burg. Sepse 41 bisi që të fusin në burg, ke i thyre disiplinore brenda burgut dhe të izolojnë, domethënë të realizojnë një izolim të dyfishta, se ti je në izolim, po të bëjnë një izolim në izolim. Ajo është njerëzore. Që ti tani një njeri që ka një jetë ka të vetme, ti tani ta mbash gjithë jetën, të rri vetëm pa komunikuar me asnjë faras brenda burgut, mos komunikoj me njerëzit. Domethënë ta çmendësh fare. Këto vetëm Italia ka 41 bisin, por e aplikon pak 41 bisin. Ndërsa në Shqipëri, shkonin pyesin të burgosit për sjellje të ndryshme, i kërcënojnë aty që nëse ti do vazhdosh kështu do të fusin 41 bisin. Dhe ky shqiptar shkruan jo 41 bisit. Carlo Bolino në gazetat e tij, në televizionin e tij, kanë dalë mafiozët thënë në Itali, që flasin, kanë dalë te ambasada shqiptare në Rom. Ky nuk është mafioz, është punëtor. Por Carlo Bolino është mafiozi në vërtet. Sepse këti duhen turistët. Se i ka dhënë dira ama bunkartin. Dhe vinë turistët, paguajnë 5.000 lekë, 10.000 lekë, nuk e di sa paguat vison vajta, po ne paguajmë 5.000 lekë, shumë kujtohet. Vinë turistët mbajnë radhë aty, paguajnë lekët i merr Carlo Bolino, do shkruaj pas në favor të Edi Ramës, në favor të Sorosit, në favor të atyre që i mbajnë pushtet, një italian që ishte i dështuar në Itali, që s'ja vërshllojnë të askush nga Puglia, nga jugu Italisë, si shta spak gazetarit gjuar, vinë këtu dhe bëhet padron tek neve, edhe na flet ne tani ky për shqiptar, për nacionalizmin shqiptar, shqiptar do të jenë patriot, thot ky Shqiponja, Skënderbeu, po pse i intereson këtij, se merr parat tona, merr gjakun ton, e merr gratis, pa punur fare. Vinë turistët dhe i do turist. Pse turisti për çfarë duhet shqiptarit? Qofse parat që po bjem neve nga jashtë, edhe ne turistë jemi, nuk shkojnë për 80% fare të shqiptarëve. Atyre tek pensionistit e punëtori, kujtën tjetër që ta përmirësojnë jetën e tij, atë për çfarë duhet ky turizëm shqiptarëve? Që t'ju rrisi smogun, t'ju rrisi ndotjen, t'ju shkatërrojë ambientin, t'ju mos shkojnë dot më të lirë më ndet si shkonin dikur, t'ju nxjihet jeta nga trafiku, nga pluri i madh që është në Tiranë që të shkurton jetën. Për çfarë ju desh? Për çmimet shumë të larta që shumë fishohen, për shkak të ardhjes turistëve. Domethënë pse tani njerëzit duhet bien në këtë propagandë gjë Europa, gjë turizmi, gjë kështu, ta quajnë gjë pozitive, pastaj ti votojnë këta njerëz që bëjnë këtë propagandë dhe i quajnë sikur neve bëm të njohur Shqipërinë, ja dikur se njihte askush. E për çfarë duam të njohej Shqipërisë? Që unë mos jetoj dot këtu. Punë e madhe se s'më njohin të tjerë. E rëndësishme është njohim njëri tjetrin.
Se s'na njohën tjerë kush problemi, se Perëndimi po na fal paraneve, aty ku jemi, atë punë që bëjmë neve, që bëjmë për ditë, që kam 35 vjetun, 36 vjet madje, që e bëjnë në Itali. Më ka falur dikush në një gjë në Itali, mendoni juve? E kam fituar vetë. Sipas ligjeve të tjerë, kam fituar me djersën me punën time, nuk më ka dhënë njeri një euro mua në Itali, që ma ketë falur. Nuk ekziston. Sepse i njohim mirë italianëve. Italianët në Romë thonë alla romana. Kur futesh në bar, në lokale në Itali, në Romë, t'ja afrosh kafe një italiani 20 herë, 20 herë të thotë faleminderit. Nuk të thotë që meqense ti ke 20 herë që paguan, sot e paguaj unë. Po që se shish bëjmë në shqiptar që vrapojmë të paguajmë paret, thotë ta se ta afroj unë. Okej, thotë në rregull, faleminderit. 20 herë, pa ta dhënë një kafe. Kur fillon të afron, ai pasi thotë facciamo alla romana, thotë. E bëjmë më mirë, thotë paguajmë secili kafen e tij. Kur i vjen radha atij, thotë e bëjmë më mirë, paguajmë secili kafen e tij. Kjo është se emigrantët në një farë mënyrë tim, po unë nuk i kuptoj emigrantët si bien viktime Top Channelit e këtyre Euronewsit, F-News, 24-s, sepse i kanë këto televizionet tek shtëpia aty, edhe janë bërë më keq emigrantët se sa njerëz janë në Shqipëri. Sepse i pash edhe në rezultatet e zgjedhjeve. Vota e emigrantëve ka qenë më keq se sa vota e këtyre në Shqipëri, nëse e interpreton atë votë. A jepet vota aty klapajt? Pse? Se jam i ndershëm unë, po pse? Ky është problemi, po bëj partinë të ndershme unë. Ora çfarë do bësh ti? Kush janë programet tua që ti shërbesh Sorosit, ti shërbesh miliarderëve, ti shërbesh NATO-s, ti shërbesh Europës, ti shërbesh këtyre? Po prek në një këti nga këto interesa të larta që ne të vim pas te? Apo Arlind Qori që i zbras ato armë, po i zbras ullët fare. Oligarkët, thot, pa të oligarkët që janë poshtë, oligarkët sipër, jo, si prekim. Po prekim të oligarkët që janë këtu një pronar shqiptar, që ka në një lokal, në një nasu, ja marrim atij fare, e ndirim rrugat, po të rinë rruga i të dalin dhe punëtorët në rrugë, pra ky është Arlind Qori fund fare. Arlind Qori është e komunizmi i dikurshëm që lufton të borgjezinë e vogël, ato të mesmen, pa i prekur fare borgjezinë e lartë. Borgjezia e lartë, jo, ajo të marri. Ju uroj kalofshi mirë, një ditë të mbarë, pra nuk ka njeri anti-shqiptar këtu si shton njerëzit. Tu është eksperienca që kemi neve dhe që njerëzit duhet ta dëgjojmë njëri tjetrin, duhet dëgjojnë njerëzit. Edhe kur njeri flet gjëra që ti si absolutisht dakord, duhet ta dëgjosh sepse ndoshta ti mund të gjesh një të vërtetë. Sepse propaganda është aq e madhe sa ta mbyll trurin. Çdo gjë që jepet në televizion jepet me qëllim që njeriu të humbi aftësinë për të arsyetuar, për të logjikuar që të mos shkojë tek e vërteta. Për këtë janë gjithë këto televizione, nuk janë për të vërtetë për të dhënë informacion njerëzve. Janë për propagandë, për t'i bërë njerëzit që t'ja humbin trurin, që truri të jetë i mbirë që të mos arsyetojnë dot fare. Edhe vetëm kur të shohësh pasaj që ndodhesh në një situatë shumë vështirë. Jure kalofshi mirë. Kush mendoj që e falenderoj natyrisht, dëgjojmë në videon e ardhshme. Mirupafshim, një ditë të mbarë gjithëve.